Unë mendoj se ne duhet flasëm tepër për namazin, për vlerën e namazit, për pasojat që i ka lënia e namazit. Ju të gjithë e keni dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot se dallimi midis muslimanit dhe jo muslimanit është e lëshimi i namazit. Jo sa ai më u bë pabesimtar kur e la namazin, por i kërcënohet kufri atij. Ai vetën e vetë ka vu në rrezik. Pse? Se nëse ai për shembull është në gjendje që të thotë se valla unë t'i kryj çdo punë të tjera, pastaj ja filloj namazit, gradualisht ki person, ki njeri mund vihet deri te ajo që siç ka ardhur bile, punët tjera t'i konsideroje më të mëdha se namazi. A nuk ka ardhur puna ashtu? Hyn dhe bisedo ma do ta shofësh. Valla, çka jetë fol? Po unë punoj be. Pra këtu e kom i darën unë be. Edhe të pa diskutueshme e bën një gjë të tillë. Pra kush e bën një gjë të tillë? Lënia e namazit.